Masakra me 10 të vrarë dhe 25 të plagosur brenda shkollës në Kanada dalin pamjet e para, fëmijë mësues vrapojnë. Në momentet pas krimit përgjakshëm në shkollën e mesme komunitare Tumble Ridge në Kanada. Një video ka qarkulluar në internet. Në të, oficer policie të armatosur mund të shihen duke mbërritur në kompleksin shkollor dhe duke ju afruar hyrjeve të tij, ndërsa stafi i institucionit vrapojnë drejt anës ku janë parkuar automjetet e policisë. Në të njëjtën kohë, një helikopter monitoron zonën nga ajri. Ndërkohë, dëshmitë e një nxënësi dhe nënës së tij nga sulmi i armatosur në shkollën e mesme në Kolumbinë Britanike Veriore, i cili la 10 të vdekur, përfshirë autorin e krimit dhe të paktën 25 të plagosur që zhyti komunitetin e vogël në zi janë tronditse. Darian Quist, një nxënës i klasës së 12 në shkollën e mesme Tumble Ridge, foli me nënën e tij, Shelley Quist, në një emision radiofonik rreth incidentit të së martës. Darian përshkroi se si pasi mbërriti në klasën e tij, rreth orës 13:30, sipas orës lokale, një alarm ra në korridore duke i thonë të mbyllte dyert për shkak të izolimit. Dyert që ndruan të mbyllura për një kohë të gjatë dhe atëherë kuptuam se diçka nuk shkonte, ka treguar ai. Ai dhe shokët e tij të klasës u barikaduan brenda klasës për më shumë se 2 orë përpara se policia t'i shoqëronte jashtë ndërtesës së shkollës. Policia la shkollën. Pasi la shkollën, ai takoi nënën e tij në qendrën komunitare disa qindra metra larg. Darian vuri në dukje se shkolla është e vogël me nxënës në klasën e 7 dhe 12 dhe e vlerësoi se klasa e tij e diplomimit numëronte vetëm rreth 20 nxënës. Realiteti po fillon të kuptohet, tha ai. Mendoi se njihja një nga viktimat, por gjithçka është ende shumë e freskët. Shkolla lëshoi një deklaratë duke thënë se do të bashkëpunonte me policinë lokale për të mbështetur nxënësit, ndërsa ta ktheheshin në mësim. Ndihet pothuajse surreale, më dukej sikur isha në një vend që e kisha parë vetëm në televizor, tha ai. Kur u pyet se çfarë donte t'i thoshte komunitetit të shkollës së tij, Darian tha se banorët duhet të mbahen fort me njëri tjetrin. Do ta kalojmë këtë, shtoi ai. Rrëfimet e tyre kapin klimën e panikut dhe pasigurisë që kaploi komunitetin e vogël kanadez, ndërsa përballej me pasojat e një tragjedie të paparë.